Dita e lindjes dhe kodet e dritës. A e dini që dita e lindjes fshesh shumë sekrete për jetën tënde. Është kontrata që ka bërë shpirti para se të zbriste në tokë. Sot do mësoni cila është plaga që ke sjell këtu, mësimi, karma, misioni dhe një ushtrim shërues për të gjithë ju në bazë të ditës të lindjes. Le të shikojmë. Grupi parë. Personat e lindur në datën 1, 6, 11, 16, 21, 26 dhe 31 të çdo muaji, mësimi ose plaga e tyre është ndjenja se duhet të jenë gjithmonë të fortë dhe kanë frikën e dështimit dhe vetmia. Misioni i tyre është të udhëheqë me zemër të tregojë se forca dhe butësia mund të bashkëpunojnë. Ushtrim shërues. Merr 5 minuta në ditë për të thënë: unë jam i fortë dhe e butë në të njëjtën kohë. Udhëheq me dashuri, jo me frikë. Këtë mund ta shkruash në ditarin tënd. Grupi 2. Jeni ju që jeni lindur në datën 2, 7, 12, 17, 22 dhe 27 të çdo muaji. Plaga që ke sjell nga jetët e mëparshme në këtë jetë është humbja e vetes në marrëdhënie, varësi emocionale dhe frikë nga refuzimi. Misioni jot është të krijosh harmoni pasi sakrifikuar veten dhe të mësosh të vendosësh kufij të shëndetshëm. Ushtrimi shërues për ty është: merr frymëfell dhe thuaj: unë zgjedh të qëndroj në paqe dhe të ruaj veten. Mund ta shkruash këtë në ditarin tënd për dita. Grupi 3. Janë shpirtrat krijues. Ju që jeni lindur në datën 3, 8, 13, 18, 23, 28, këtu jam dhe unë. Plaga jonë është ndjenja se nuk merret seriozisht, shpërndarje energjie dhe frika për të parë thellë. Misioni: të shprehemi ashtu si ndjehemi, të jemi zotrit e vetes tonë dhe të frymëzojmë të tjerët përmes të vërtetës tonë. Ushtrimi shërues është: shkruaj ose fol çdo ditë diçka që të vjen nga zemra. Fjala ime ka fuqi. Unë frymëzoj. Grupi 4 është grupi që ka stabilitet dhe përgjegjësi. Në këta persona janë lindur në datën 4, 9, 14, 19, 24 dhe 29. Plaga që sjellin këta persona në bazë të ditës të lindjes janë marrje e përgjegjësisë, barra e përgjegjësisë, ngurtësi dhe frikë nga ndryshimi. Misioni: të ndërtojmë pa u sakrifikuar dhe të dhe të krijojmë siguri me lehtësi. Ushtrimi shërues për ju është: merr një moment për të thënë: ndërtoj dhe ruaj pa humbur qetësinë. Qetësia është forca ime. Grupi 5 është grupi që ka liri dhe transformim. Dhe janë personat e lindur në datën 5, 10, 15, 20, 25 dhe 30.
Plaga që sjellin nga jetët e mëparshme që duhen punuar është frika nga kufizimi, ikja nga përkushtimi dhe paqëndrueshmëria. Misioni: të jetojnë në lirinë me përgjegjësi dhe të sjellin transformim pa u shkatruar. Ushtrimi shërues: thuaj çdo mëngjes ose shkruaje, unë jam i lirë dhe i përgjegjshëm. Liria ime transformon jetën time. Këto ishin parashikimit dhe kodet e dritës për këto 5 grupe. Në qoftë se doni më tepër të mësoni për kodet e dritës, mund të kërkoni me ditën e plot të ditëlindjes tuaj të bëni artën e plot të kontratës të shpirtit tuaj që të mësoni për gjithçka që ju jeni të interesuar, për karakterin, shëndetin, fuqinë shpirtërore, karmën tuaj, kush është partneri juaj ideal, kanali parave, si ju vinë, pse bllokohen, kush është depresioni për ju, çfarë të sjell në depresion, e shumë të tjera. Jam Merita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Jam trajnere e metodës të kodeve të dritës me ditën e ditëlindjes dhe gjithashtu dhe analistre e kontratës të shpirtit me kodet e dritës vetëm me ditën e lindjes. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe ju lutem shpërndajeni këtë video dhe në njerëz të tjerë. Më ndiqni më tepër këtu në TikTok dhe në YouTube, Flutra me Fat 333. Ju dua shumë dhe ju përshëndes.